Banorët e disa fshatrave në njësinë administrative Melan në bashkinë Dibër kanë protestuar për mungesën e sigurisë në lotin e tretë të rrugës së Arbrit afër Peshkopijës. Banorët thonë se që me ndërtimin e rrugës, fëmijët që shkojnë në shkollën e cila është pak metra larg rrugës nuk ka asnjë siguri. Sipas banorëve, automjetet esin me shpejtësi të lartë duke rrezikuar jetën e të gjithëve. Banorët e fshatrave Melan, Pjeç e Pjek thonë se rruga është kthyer në rrugë vdekje për shkak të shpejtësisë së lartë me të cilën qarkullojnë automjetet. Po ashtu banorët thonë se prej një viti janë edhe pa ujë vaditës, pasi kanalin e dëmtoi ndërtimi i rrugës së Arbrit. Ata kërkojnë që të vendoset kufizim shpejtësie në këtë zonë dhe sinjalistike nevojshme, pasi po rrezikohet jeta e jo vetëm fëmijëve, por të gjithë banorëve. Problemi kryesor por ne është dalja rrugë kryesore këtu nuk është bë siç e kërkon rregulloria. Se fshati Grev, Tren kanë bë hapësirat e veta për të kaluar për të futur në rrugë kryesore. Ne kur vim me fëmijë shkolle duhet me prit 10 minuta se shpejtësia do të rresh 10 minuta me makinë për dalë në rrugë, burim aksidenti. Fshati quhet Pjeç, Pek, janë dy fshatra. Një fshati Pjeç është mbi 200 familje ka fshati Pjeç. Çdo ditë është burim aksidenti, çdo ditë. Edhe fëmijët është problemi i madh edhe për fëmijët, se shpejtësia jashtë mase e nalt. Jashtë mase e nalt shpejtësia, nuk zbat të kërkush. Me mall të vinë fëmijët që të dalin nga shkolla, rrejm e i presim e i marrin për dorë fëmijët i fuzin fugon. Kemi problem se jemi dy fshatra, 1000 banorë, jemi mëshirë të fatit, që kjo rrugë nuk ka sinjalistik, kjo rrugë nuk ka hapje. Këto dalim, del familjari me veti pesi dhe kanë vo hekat për vdekje, kjo rrugë vdekje. Kësaj nuk i thonë rruga Arbrit, rruga e vdekjes, që vdesish para kohe. Këto jemi në rrugë vdekje. Firma nuk e bën. Qendër e banuar me trotuare. Inxhinieri hecën, hikën, 100 euro dhe ka marrë dhe plaku djenë telefoni, ka thonë pse së ndërhidhin në rrugës, është bë Greva, o bë Trena, o bë Meloni, o bë Erbeli, o bë Trepçe, i bë gjitha fshatrat, vetëm kjo. Çfarë i ka bë ki popull, 1000 banor kësaj firme, që nuk ndërhin, as tabela, as një sent. Dalim ke rruga shkollës, dhe dalim 300 zonë, rrugë shkolle nuk ka hapje, nuk ka shikim. Dalim ke via Vadice, 1000 vjet vi Vadice, Vadisin 25 vet, fermer, jëm pa ujë ka një vit, ka prish firma ujti, nuk ka vaditje. Jëm me 80 dëlim tokë, fermer, dhe s'kom ujë vaditje. Që o 1000 vjeqarë, gjishka sra gjishka që më vi vaditje. Pare që ndërbanume, pra me nëzonës dhe në familjarë të fshatit Pjeç. Fshatit Pjeç o ki, po dhe peka po, dhe të thot një shatë, mbi 150 banorë, shpi, dhe thonë të shpia, projektusi, këto diçka ndikon. Projektusi inxhinieri, o nuk dën, ose ka shkel. Deri në fogonat dhe mashine private, që këtu ka 2 fogona fshati Pek dhe Qesh, që me nënzons. Pra oni fshat që ka banor, oni fshat që ka rrugëdalet, pra ti supozoj sa keq është këtu. Pse fshata qirë për rreth kanë tabela, si që ta kanë, kanë statistika të rregullta, këtu leshi shpejtësia nuk transferohet se këtu shërbejtë dur, origjina nuk ka as partije, as qeverie, këto pushtet i lokal. Dhe krye plaku, këto janë kot, miku im. Orë të derin protest, njësat ndryshët rruga si kura për të ndrejt. Jënë e mos këtu dhe plakë unë i pari. E min gjurra, pipeke. Për asë rregull nuk rregullohet rruga, protest të derin se s'ban. Ako që për të njëtë. Ndërkohë kryetari i fshatit Pjeç, Sali Sula, tha se për këtë problemi është drejtuar Bashkisë Dibër e institucione të tjera, por nuk ka marrë zgjidhje. I gjendur në këto kushte, Sula tha se do të riprotestohet nga banorët. Po saj përket në si fshat, këtë rrugë vdekje për 2 fshatra, Pjeç Pek. Por arsye që ose lokalet, ose shkolla, janë objektet i kimi këtë qendat të qendër shtetësore, kimi ditë vëmë gjithë fshati ka nevojë për ta në këtë rrugë. Po shkolla. Edhe për ta në këtë rrugë. Për ta në këtë rrugë ndodhen bishmin e aksidentit të ndodhin. Kam shku ke kretaj bashkisë. Kam qenë ke policia. Kam kërku, edhe kam thonë që të deregullojmë. Besoj marrit kjo punë, si kërkojmë ne të bëjmë edhe protesta. Na ka thonë deregullojmë, na ka rënë. Këto shkolla janë 4 fshatra që i vjen fëmijët, 1. Janë lokalet që të shtetësore që kemi drejt vërgjë, edhe ai si s'ka mundësi
me shku e shtip makina, jashtë bë. Nuk ka dësht me Kam vu. kërku, ata thonë do ta bëjmë, nuk na ka realizu. Rase nuk realizohet do të dali protest. E kam bërë dhe për kërkesë nga ata të fshatit, me komisionin e fshatit, me tjetër, nuk na ka realizu. Të kërkejmë nga shteti. Jo, po nuk ka realizu, kjo ne i fëmijët e shkon të bata shqitit. Ti fshatat, 1000 banorë, Ja, një shiko shqiptar. dhe vetë, shiko dhe vetë sa e vështirë. Që? Rruga Kuto, ka tish, që të Sa i thonë rruga vdekjes, e rruga arbrit. Rruga vdekjes. Segmenti i fundit i rrugës së Arbrit Herebel Peshkopi ka shkaktuar probleme dhe pa kënaqësi nga banorët që janë prekur nga ndërtimi i kësaj vepre.